Është një stenda që kanë gjetur më shumë interesi të gjithë vizitorët. Për çfarë shuhet domethënë mbledëria juaj dhe cilat janë disa nga produktet me të cilat ju konkurroni në treg të gjithë mbledërët e tjerë? Tani, ideja jonë ka qenë në atë parë herë të promovoj për kalamajt, të shohim si provohet mjalti. Edhe kjo bletë është ndërtuar nga zero. Thjesht është fut kolonia e bletës bashkë me Bertareshën edhe ka filluar që në mars. Kjo i ka ndërtuar gjithçka hojet që shikoni këtu, i ka ndërtuar me vetë bleta. Dylli është i prodhuar nga bleta, nuk është as një ndërhyrje nga dora e bletarit. Kjo tjetër promovim që kam unë interes, është edhe nga bleta prodhohen disa produkte, mjalti që është kryesori, që është i ëmbël, prodhohet qumshi i bletës, prodhohet propolisi, prodhohet ndër tjera dhe dylli që shumë njerëz nuk e dinë që mund ta përdorën për qiri. Për dekorim të shtëpisë, por edhe një qiri shumë organik, sepse nuk ka as pym, as zhurmë kur lizet dhe është për të pastruar ajrin. Edhe një tjetër që kam unë në mendjen time dhe që kam promovuar për kalamajt, për kalojmë atje ke pjesa tjetër, është një park që kam organizuar në mënyrë dekorative, si punon bleta në natyrë. Aty kam bërë një park me koshere të improvisuara nga koha, domethënë se ishin kosheret e vjetra. Edhe kam bërë një lëndim me lule, me barë, ka rusha që sulmojnë bletën, ka dele që kullosin lëndim, lulet që merren bleta me hektarin, shumë të tjera. E në fakt mjalti i shtënjës është një nga kërkesat më të dhënë nga të gjithë vizitorët. Gjithë mjaltat janë të mirë, po mjalti i shtënjës që ka një plus më shumë, është sepse gjatë mjaltit të shtënjës bletët mbledhin shumë polen, i cili ka një përmbajtje të lartë të kriprave minerale, të lëndëve organike, të cilat japin një imunitet më të lartë për organizmin. Por po që mjalti natyral që ka prodhu bleta, çdo mjalt është e babim, është shumë i shëndetshëm. Dhe Librazhdi shuhet për prodhimin cilësor të mjaltit. Po, sepse ne kemi kullota shumë të pasura, kemi shebenikun, të cilët unë kam qenë në zonën e Zapzunit si vjet. Unë kam Shqipëniku është një zonë që është shumë e pasmeçaja, me lule mjekësore. Kemi edhe këtë zonën ku mbaj unë për shembull në Dragostuj që kam dy pjesët e Shqipënikut, pjesën e Shqipënikut dhe kam pjesën e Dragostujës të Dardës, larg malin e Dardës, cila është një hapësirë shumë e madhe, unë jam shumë e kënaqur dhe kam mjaltë shumë cilësor në atë zonë. Tjetër që kisha unë dua të bëj një falënderim të gjithë miqve të mi, të gjithë klientëve, farefisit, të gjithë që më cilët kam besuar kohën.